Meditim për folje. Gjë një vend të qetë, ku mund të ulesh ose të shtrihesh, pa u shqetësuar. Mbylli sytë dhe merr frymë thellë me hund, duke u fokusuar në frymëmarrjen tënde. Ndjej si ajri hyn dhe del nga trupi yt, duke të qetësuar. Bëje për 3 herë, merr frymë thellë me hund dhe liroje me gojë. Ndërsa vazhdon të frymarrësh, kujto personat që të kanë lënduar. Shikoje në mendjen tënde jo si armiq, por si një qenie njerëzore. Me dobësitë dhe vështirësitë e veta. Ndjej praninë e tij saj pranë teje. Filloni duke pranuar dhimbjen tuaj, thuaj me zë të lartë ose në mendjen tënde. Unë e di se ti më ke lënduar. Unë e pranoj dhimbjen, zemrimin dhe zhgënjimin që kam ndjerë. Lejoj që këto ndjenja të jenë dhe të mos i shtyp ato. Përpiqu të shohësh situatën nga këndvështrimi i tyre. Përpiqu të kuptosh pse ata mund të kenë vepruar ashtu siç kanë vepruar. Ndoshta ata ishin të friksuar, të stresuar, ose të pavetdieshëm për pasojat e veprimeve të tyre. Kjo nuk do të thotë se justifikon veprimet e tyre, por të ndihmon të kuptosh se çfarë i ka shtyrë ata të veprojnë ashtu. Vazhdo duke imagjinuar si kur e rrethon veten me një dritë të bardhë dhe të ndritshme. Kjo dritë simbolizon dashurinë, mirësinë dhe faljen. Lejo që kjo dritë të rrethojë edhe personat që të kanë lënduar. Dërgoj atyre energji pozitive duke uruar paqe dhe lumturi. Filloni duke pranuar dhimbjen tuaj, thuaj me zë të lartë ose në mendjen tënde. Unë e di se me ke lënduar. Unë e pranoj dhimbjen, zemrimin dhe zhgënjimin që kam ndjerë. Lejo që këto ndjenja të jenë, mos i shtyp ato. Kalo në lëshimin e këtyre. Thuaj. Unë zgjedh të lëshoj zemrimin dhe hidhërimin. Unë lëshoj nevojën për hakmarrje ose gjykim. Kujto se mbajtja e këtyre ndjenjave të dëmton më shumë ty se sa personin tjetër. Kupto perspektivën e tjetrit. Thuaj. Unë e kuptoj se ti ke vepruar siç ke mundur, bazuar në përvojat, besimet dhe frikrat e tua.
Unë e shoh njeriu brenda teje me të gjitha mangësitë dhe vështirësitë e tij. Kjo nuk do të thotë se justifikon veprimet e tyre, por ndihmon të kuptosh. Tani, nëse ndihesh gati, thuaj, unë të fal për veprimet e tua. Unë të liroj dhe liroj vetën nga pesha e kësaj dhimbje. Bravo, të lumt. Falja është një dhuratë që ja bën vetes jo personi tjetër. Përfundo këtë meditim duke zgjedhur paqen dhe dashurinë. Thuaj me zë të lartë ose në mendjen tënde. Unë zgjedh paqen. Unë zgjedh dashurinë. Unë zgjedh të shoh mirësi në veten time dhe në të tjerët. Merë frym thellë dhe hap syt butësisht. Kujto se ky është një proces, jo një ngjarje vetme. Mund të duhet të përsëritësh këtë meditim disa herë për të arritur faljen e plotë. Shpresoj që ky meditim të ketë qenë i dobishëm për ty. Uroj të gjesh paqe dhe lumturi në jetën tënde. Ti meriton krejt. Faleminderit që ekziston.